Alba Story prezanton. Përshëndetje. Jam një vajzë 24 vjeçe dhe jam në vitin e fundit të studimeve. Jeta ime si studente ishte mjaft e mirë. Me pëlqente shumë ajo jetë që bëja. Kisha marrë një shtëpi të vogël me qira. Shkoja në fakultet çdo ditë, kthehesha, e mësoja shumë dhe gjithçka po shkonte ashtu siç duhej. Mendoja se ky vit i fundit do të kalonte pa asnjë problem. Por gjërat ndryshuan krejt papritur. Një pasdite, babai më mori në telefon. Zëri i tij po i dridhej e me tregoi se e kishin hequr nga puna ku kishte punuar për më shumë se 20 vite. Ajo firmë ku ka punuar ai kishte hequr gjysmën e punëtorëve. E njërin nga ata ishte dhe babai im që kishte mbetur jashtë. Por kjo gjë ishte një goditje shumë e madhe për mua e për familjen time. Të ardhurat e tij ishin baza me të cilin unë paguaja qiranë e shtëpisë dhe mbaja veten me veshmbathje e me bukë në qytet. E pa ato para, unë nuk kisha asnjë mundësi të vazhdoja. Fola me prindërit dhe ju thash që ndoshta duhet i lija studimet në mes, të kthehesha në shtëpi e të gjeje një punë për t'i ndihmuar tashme unë ata. Por halla ime e mori vesh këtë situatë. Ajo nuk pranoi në asnjë mënyrë që unë të ndërprisja shkollën tani që isha në fund. Me mori në telefon që të nesërmen që e mori vesh. As mos e çon e përmend ta lësh shkollën tani që je në vit të fundit. Më tha halla. Mblidhi rrobat, eja dhe rri në shtëpinë tonë. Nuk ke as pse na paguan asgjë për qira e as për ushqim. Çfarë të ham ne, do hash dhe ti. Shtëpia jonë është e madhe, e ka vend edhe për plot të tjerë e jo më për ty, më tha halla. Fati ishte që shtëpia hallës ndodhe jo shumë larg nga fakulteti im. Ishte një zgjidhje që më shpëtoi të ardhmen. Paketuam gjërat e mia nga shtëpia me qira, ku po rria deri atëherë, dhe unë u sistemova në një nga dhomat e shtëpisë së hallës. Halla është një grua shumë e mirë, por unë nuk e kisha menduar se sa do të habitesha nga burri i saj. Ai është 40 vjeç. Gjatë gjithë jetës sime, kur i shihja në përgëzime familjare apo dreka, burri i hallës me ishte dukur si një njeri jashtëzakonisht serioz. Rrinte shumë i heshtur, vishej rënd dhe fliste shumë pak, e mendoja se ishte natyrë e ftohtë. Por brenda në shtëpinë e tij, ai ishte një njeri krejtësisht ndryshe. Sa po fillova të banoja me ta, vura re që ai ishte shumë ngacmues me fjalë. Kur uleshim për të ngrënë darkë, ai gjithmonë gjente një mënyrë për të folur me mua. Tani që erdhe këtu, mos na sjell çuna në shtëpi, më thoshte ai. Ose ndonjëherë, kur shihnim televizor, kthehej nga unë dhe më pyeste. A ke të dashur ti? Ti je rritur, je pjekur, e ke mbaruar shkollën, e ke nevojë të kesh dike pranë teje, më thoshte ai. Halla ndërhynte me njëherë, kur ai fillonte me këto fjalë. Mos e ngacmo çupen, i thoshte ajo. Lëre rehat të mësoj. Unë thjesht i merrja si ngacmimet e tija dhe nuk i ktheja përgjigje. Por edhe halla ashtu i merrte, thjesht si lojrat e burrit të saj.
Kisha shumë respekt për te si burri I hallës, edhe pse nuk e kisha asgjë me tepër. Megjithatë, këto biseda me bënin të ndihesha pak në siklet, kur rria vetëm për vetëm me te e me pyeste vazhdimisht për çuna. Prandaj dhe kisha krijuar një zakon. Kur halla shkonte në punë ose dilte për të bërë pazarin, e unë mbetesha vetëm në shtëpi me burrin e saj, shkoja direkt tek dhoma ime, e mbyllja derën dhe rria aty me librat e mi derisa dëgjoja që halla ishte kthyer. Në këtë mënyrë, unë shmangja çdo bisedë të tepruar që mund të ndodhte mes meje dhe burrit të hallës nga dita në ditë. Kjo gjë vazhdoi për disa kohë, derisa erdhi dita e djeshme dhe mezi s'kam pritur që t'ju tregoj dhe juve. Unë u ktheva nga fakulteti rreth orës 2 të drekës. Hapa derën e jashtme të shtëpisë. Ishte qetësi e unë lash çantën në korridor dhe eca drejt kuzhinës. Kur hyra brenda, hallën nuk e pasha askund. Në kuzhinë ishte vetëm ai. Kishte vënë një tigan në zjarr e po skuqte disa vezë. Kur me pa që hyra me pyeti, a do të bëj edhe për ty? E unë isha e lodhur nga rruga dhe mjaft e uritur. Pse jo, I thash, bëj dhe për mua. Ai qëndroi tek soba dhe foli pa kthyer kokën. Me puth në faqe nëse do të gatuaj për ty, më tha ai. Mendova si ishte thjesht një nga ato shakat e tij të zakonshme, një formë e çuditshme miqësie. Nuk e mendova gjatë, u ofrova pranë tij për t'i dhënë një puthje në faqe, thjesht për të kaluar atë situatë. Por sapo ju ofrova, ai lëshoi atë që kishte në dorë, ngriti të dyja duart, mi vendosi pas koke e me puthi në buzë. Unë u kapa në befasi, nuk po aprisja fare një veprim të tillë. Po të she halla, I thash atij, duke pas parasysh që ajo mund të hynte tek dera në çdo moment. Por ai ishte shumë I qetë. Ka ikur në pazar, më thaj. Kush e di se kur kthehet ajo? Unë jam I qetë edhe ti rri e qetë, më thaj. Kuzhina ishte e hapur, ngjitur me korridorin dhe gjithçka dukej shumë e ekspozuar. Frika se dikush mund të futej papritur ishte e madhe. Eja shkojmë në sallon, I thash atij, sepse nuk kemi si të puthemi këtu në kuzhinë. Eca para tij, pra I ikja nga duart, e shkova drejt sallonit, e ai erdhi pas meje. Por salloni ishte në anën tjetër të shtëpisë, shumë me I fshehur nga dera e korridorit. E ulëm të dy aty, përballë televizorit që bënte vetëm pak zhurmë. Aty në sallon mbi tapet, vazhduam të putheshim sërish me njëri tjetrin. Ai me puthte tek balli, tek syt, pastaj mi puthte buzët e vazhdonte tek gusha dhe tek fyti. Me puthte disa herë pa ndërprerë, e ndërsa unë e kisha mbështjell me duar dhe po e lëdhatoja. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.